Ju përshëndes gjithëve. Njerëzimi nuk gjendet në vitin 2026. Shumë prej jush tani do buzëqeshin, disa do thonë po pse. Për shembull, sipas kalendarit islamik, ne gjendemi në vitin 1447. Po, pra kalendari islamik e xhira, që filloi llogaritje nga viti 622. Ose, në qoftë se do të thoshja për shembull për kalendarin budist, ne në vitin 2026, sipas kalendarit budist, gjendemi në vitin 2569. Tani, ndiqeni me kujdes, sepse ky është një nga argumentet më komplekse, por më të bukura që unë kam diskutuar ndonjëherë dhe do të dëshiroja një komentin tuaj, do t'ju lutesha. Si gjithmonë, kush është rastisht nëse nuk e keni bërë ende lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish, dhe faleminderit që jemi prerë bashkë. Atëherë, duhet të dini që kalendari, ashtu siç e njohim sot, ne e kemi shpikur, si mund të quhet, në vitin 1582. Dhe quhet kalendari gregorian. Dhe u detyrua pastaj gjithë bota që të vendoste pikërisht të kalendar që nga viti 1800 e ca, sepse Kina vazhdonte me kalendarin e saj, njëkohësisht edhe India etj etj, dhe pastaj u vendos ky kalendar që njohim sot. Po a është e vërtet që ne gjendemi në vitin 2026? Atëre, pikë së pari, më dëgjoni me kujdes. Pikë së pari, në qoftë se muaji është 29 ditë, sepse është muajt që janë llogaritur, që u bë kalendari gregorian, llogaritet në bazë të ciklit të hënës. Dhe hëna bën një rrotullim ose një cikël të saj 29 ditë e pak, por le të themi 29 ditë. Tani në 29 ditë, pse mos ta bëjmë muajin 29 ditë? Nëse ta bëni muajin 29 ditë, do të ishin 29 ditë, me fjalë 12 muaj e gjysmë. Nuk do të ishin 12 muaj, apo jo? Atëherë pse duhet të jenë 30 ose 31 ditë dhe pastaj shkurti është më pak? Normal që shumë prej jush tani do thonë sepse këto janë llogaritje që janë bërë nga studiues shkencëtar. Okej, por prisni pak. Çfarë gjeti Etiopin për shembull? Ju e dini që në Etiopi në këtë moment që po flasim, ata sepse është i vetmi vend në botë që përdor kalendar të vjetër, një kalendarin e tyre. Pra në Etiopi në këtë moment që po flasim është viti 2018. E dëgjuat mirë. Nuk është viti 2026. Dhe lind pyetja, pse ne duhet të përdorim këtë lloj kalendari ose këtë lloj llogaritje? Sepse një ditë, siç tregon dikush, sepse studiuesit këtë thonë, këtu varen, por do t'ju them një sekret pastaj, thonë që sepse u vendos që ishte shumë rrëmuj dhe u vendos që të bëj për të gjithë botën, pra të bëj një kalendar i vetëm. Dhe ky ishte shkaku. Po atëherë pse nuk mund të vendosim atë kalendarin e Etiopis ose kalendarin budist, ose ndoshta kalendarin islamik? Në qoftë se do të vendosim kalendarin islamik, ne tani gjendemi në vitin 1447. Dhe pse mos themi që gëzuar vitin e ri 1448 për shembull në dhjetor. Tani, shiko, te i shakave duhet të dini diçka. Që kalendari që përdorim sot u llogarit nga një zotëri që bëri dhe gabime. Dhe dini se kush ishte ky? Ishte një rumun. Një rumun i quajtur Dionysius Exiguus, kështu e quhenin atë. Dhe ky rumuni që ishte një prift, në të vërtet, ai arriti që të binte papën. Në fakt, papa i kishte dhënë urdhër që ai të bënte këtë gjë, pra të bënte një kontroll për sa i përket kalendarit, ose më mirë llogaritjes së kalendarit që do të vinte më vonë. Por bëhet fjalë që kjo llogaritje ai e bëri në vitin 532, mos gaboj. Në vitin 532. Dhe çfarë bëri ai? Bëri një llogaritje sepse duhet vendosur, nëse do të vendosej një kalendar, pra do fillonte nga zeroja, sepse kjo ndodhi pra sipas studiuesve që duhet ishte një kalendar i do fillonte nga zeroja. Atëherë duhet vendosur një datë. Kush ishte kjo datë? Dhe ky prifti, ky Dionisi, e thërriti prifti, ky papa, më falni, e thërriti papa dhe i tha, atëherë tha, bëj një llogaritje, tha, kur do fillojmë këtë kalendar. Dhe ai, duke qenë një njeri, sepse pyeti që në qoftë se papa e pyeti atë, në qoftë se do të ishte në gjendje që ai të gjente vitin eksakt kur kishte lindur Krishti. Dhe ky çfarë bëri? Ai për të qenë i saktë, me një fjalë, ai mori si bazë historinë e Herodes, për fjalë mbretit Herode, ose mirë prisit Herode. Dhe Herode, që ekzistonte nga viti 730-32 parafërsisht para erës sonë, ai me fjalë me formimin ishte në shekullin e 4, më falni, por
ai për të marrë këtë historinë e Herodes, i duhej që të bazojë tek themelimi i Romës, pra në vitin 753. Dhe ishte ky fakti që ai duke u bazuar në themelimin e Romës, shkoi tek Herode që ishte në shkrimet antike të vjetra, që të kuptonte se kur kishte lindur Krishti. Dhe thuhet që ka gabuar 5 vjet. Disa thonë që ka gabuar komplet, disa thonë që nuk ka ekzistuar fare, e megjithatë, nuk është ky problemi. Problemi është që vetëm me llogaritjet e tij u bë pra viti 0, nga ky prifti, nga Dionisi. Pra ai bëri llogaritjen se kur mund të kishte lindur Jezusi, duke u bazuar në themelimin e Romës dhe pastaj në vitin kur kishte jetuar Herode në shekullin e 4. Shekullin e 4, shekullin e 5 para Elson. Dhe nga aty ai bëri llogaritje se kur kishte lindur prifti dhe bëri vitin 0. Pra që ne njohim sot, ai 0 që njohim sot. Dhe sipas tij, aty pra kishte lindur, ajo ishte data që kishte lindur Krishti, dhe nga ai moment do fillonte edhe llogaritja e viteve. Në fakt, romakët nga aty filluan dhe llogaritjet. Dhe kjo ishte ajo që shkaktoi pastaj atë efektin domino që në vitin 1582 Gregorio VII, me fjalë Papa, dha urdhër që të bëj kalendari siç e njohim sot. Dhe u dha urdhër që të gjithë, ishte një Luigi Lillo, një profesor nga Napoli, e kam i thënë disa herë këtë, që e keni parasysh të kesh një që ai dha urdhër të gjithëve kush të bënte një kalendar. Dhe shkuan që të gjithë që bëri këtë mbledhjen e posaçme dhe kishin të gjithë ta studiues, mes tyre ishte edhe ky Luigi Lillo që ishte në fund fare, as nuk e njihte kush. Mirpo u njoh më vonë, sepse kur erdhi momenti që do të prezantonin këto dokumentat, pra ato që kishin bërë llogaritje të kalendarit, ky Luigi Lillo atë ditë, meqense ishte profesor ky, në vitin 1582 po flasim, ai kishte pak punë dhe ishte ndajti në Napoli, nuk kishte kohë të shkonte në Rom dhe dërgoi vllajën e tij. I dha ato dokumentat që në Rom pastaj aprovuan atë kalendar, që ne njohim sot, që përdor gjithë bota. Me një fjalë, ka disa gjëra që nuk shkojnë në këto histori, por megjithatë unë ja u tregova, sepse shikoni, nëse keni një, e kam thënë të për shembull, nëse je punon tek dikush, punon tek një kompani e madhe dhe ai drejtori i kompanisë thot do bëjmë diçka të re, thot. Edhe u mbledh të gjithë ai dhe thot hajde, thot, ta bëjmë këtë. Dhe kur vin dita që të gjithë kanë përgatitur diçka, ky nuk prezantohet. Pra ti nuk prezantohesh në punë. Nuk e di, është pak e çuditshme. Për më tepër, Papa në atë kohë ishte gjithçka. Ishte forca e gjithçkaje, sepse ishte ai që vendoste gjithçka në mbar botën, jo vetëm në Rom. Dhe ky Luigi Lillo s'kishte kohë të dërgoj vllajën e tij. Ka diçka që nuk shkon, sepse kalendari gregorian, për mendimin tim, është llogaritur nga diçka tjetër ose dikush tjetër që e ka bërë në këtë formë që ne njohim sot dhe e prezantoi dikush tjetër në emër të tij. Megjithatë, doja t'ju thosha që ky është kalendari që ne përdorim sot, por ç'është e vërteta, ne nuk e dim në çfarë viti jemi. Siç ju thash dhe më përpara, që ka disa kalendar që llogariten ende sot, qoftë për shembull ai budist, që sipas budistëve ne në këtë vit, në vitin 2026 nuk jemi në vitin 2026, por jemi në vitin 2569. Kurse kalendari ai islamik thot që jemi në vitin 1447. Madje Etiopia thot jemi në vitin 2018 dhe vazhdon, është i vetmi vend në botë që vazhdon akoma me kalendarin e tij dhe ka edhe tribu të tjera, ose si thua fise të tjera që nuk duan t'ja din fare as për kalendarin, ose kanë dhe një llogaritje ndryshe nga ajo që njohim sot, që unë nuk dua të përqendrohem në këtë. Por doja t'ju thoshe juve, për ju, çfarë janë vitet? Ç'është kalendari? Dhe a gjendemi vërtet në vitin 2026 dhe tjetra? Po sikur t'jemi vërtet në vitin 2569, ose sipas kalendarit islamik, po sigurt jemi në vitin 1447. Megjithatë, pres komentet tuaja çfarë mendimi keni për këtë argument dhe kalofshin ditë bukur.